Kemi tani në të tjera zhvillime. Do të shkojmë në një raportim të koleges Keti Banushi, pasi gjykata e posaçme ka rrëzuar sot kërkesën e ish kreut të ARSH-s Evis Berberi për zbëndësimin e masës sigurisë. Përshëndetje Keti, çfarë kishte ofruar në këmbim të ndryshimit të masës sigurisë ish drejtori i ARSH-s? Në fakt, pas vendimit unifikues të gjykatës së lartë janë të shumta kërkesat që po paraqiten në gjykatën e posaçme për zëvendësim të masës së sigurisë, duke ofruar dhe garanci pasurore dhe edhe Evis Berberi ka shfrytzuar këtë mundësi ditën e sotme. Avokatët mbrojtës kanë kërkuar nga gjyqtarja, nga trupi gjykues i çështjes që ka çështjen për tendrat e ARSH-s, e cila kryesohet nga Marinela Osmani, zëvendësim të masës së sigurisë me një mas tjetër, qoftë arret shtëpia ose detyrim paraqitje kundrejt garancisë pasurore, por kërkesa pasi u morë në shqyrtim nga gjyqtarja dhe në fakt dhe kundërshtimi që është bërë nga ana e prokurorisë së posaçme u rrëzua ditën e sotme. Nuk është kërkesa e parë që rrëzohet për Evis Berberin, pra i ka pasur dhe kërkesa të tjera të mëparshme, por këtë radhë ndryshonte pasi avokatët kanë marrë si praktik dhe vendimin unifikues të gjykatës së lartë, në pothuajse në gjitha kërkesat që bëhen në gjykatën e posaçme dhe pavarësisht kësaj, trupi gjykues i gjykatës posaçme vendosi që ta rrëzojë kërkesën, pra duke mos pranuar kërkesën për zëvendësim masës së sigurisë, qoftë edhe me një mas tjetër më të butë siguria. Ndërkohë, Keti, kujtojmë që ish drejtori i ARSH-s Berberi ndodhet në gjeli që prej vitit 2024. Sa vite burg ka kërkuar prokuroria e posaçme për ish kreun e ARSH-s? Në fakt, prokuroria e posaçme ka kërkuar në procesin që është duke u gjykuar 10 vite burg për të, me gjykim të shkurtuar aty ulet 1/3 nëse shpallet fajtor për atë akuzë, por nuk është vetëm ajo çështje, siç dihet telefoni i tij ka qenë një minier ari, nëse mund të shprehem, për prokurorët e prokurorisë posaçme, pasi në bazë të atyre komunikimeve ai janë rihapur dhe proceset të tjera, mes tyre edhe ajo ndaj zëvendës kryeministrit, ish zëvendës kryeministrit Belinda Balluku, ku edhe atje është i pandehur zoti Berberi, dhe procesin tjetër ku është i pandehur edhe është në gjykim edhe kryetari i bashkisë së Shkodrës, Benet Beci. Pra janë shumë procese që po hapen, por krahas asaj Evis Berberi ka bërë dhe një kërkesë tjetër që pritet të shqyrtohet në fakt ndoshta javën që vjen. Ai kërkon rikthimin e celularit të tij, pra bëhet fjalë për celularin i cili është marrë, është sekuestruar nga ana e prokurorisë së posaçme dhe në bazë të saj me vendim gjykate janë kthyer bisedat dhe kanë nisur çështje të tjera. Megjithatë, edhe kjo kërkesë është rrëzuar më herët, por nuk dihet se çfarë ka ndryshuar që sërish i është drejtuar gjykatës për rikthimin e celularit. Dihet tashmë lufta e madhe që bëhet nga ana e mbrojtësve të akuzuarve, sa i takon atyre komunikimeve ku ata shumë herë kërkojnë papërdorshmërinë e tyre, pra dhe ndoshta kjo mund të jetë një nga kërkesat e radhës e Evis Berberit, i cili ndodhet i arrestuar në masën arrest në burg. Pra janë çështje në zhvillim nga ana e prokurorëve të prokurorisë posaçme dhe të cilët e kanë kundërshtuar ditën e sotme pasi seanca është bërë me dyert të mbyllura, por nga ato informacione që kemi marrë e kanë kundërshtuar ditën e sotme një ndryshim të masës së sigurisë për ish kreun e ARSH-s, pasi dihet tashmë që ai ka qenë dhe një nga të pandehurët dhe shkaku kryesor që kanë rinisur çështje të tjera dhe po hetohen, siç e kemi raportuar dhe më herët, pra janë 2 prokurorë të çështjes, Dorina Beko dhe Dritan Prençi, dhe 10 oficerë të policisë gjyqësore të vënë në dispozicion të grupit hetimor që po hetojnë dhe çështje të tjera të dala nga kryesisht nga komunikimet e celularit të ish kreut të ARSH-s Evis Berberi. Pra kjo ka qenë dhe shkaku që prokurorët ditën e sotme e kanë kundërshtuar një zëvendësim të masës së sigurisë së tij, pasi kanë pretenduar që një ndryshimi një mase sigurie do të ndikonte dhe në çështje të tjera që kanë të hapura, pasi mund të ketë ndikim dhe të dëshmitarët, pasi dihet që ka dhe dëshmitarë të cilët në një farë mënyrë kanë planuar dhe të bashkëpunojnë në disa raste
edhe me prokurorët e prokurisë posaçme. Pra kjo ka qenë edhe thelbi i kërkesës së prokurisë posaçme, e cila ka kundërshtuar zëvendësimin e masës, ndërkohë që padyshim ata do të drejtohen edhe gjykatës së posaçme të apelit dhe më pas të ndjekin gjitha rrugët, pasi kjo është bërë tashmë e zakonshme që të gjithë kërkojnë në zëvendësim mase dhe kryesisht të fluksi është rritur pas vendimit unifikues të gjykatës së lartë, e cila në fakt në një farë mënyre edhe e lehtësoi pak pozitat e të akuzuarve, kryesisht ata që janë me masën arrest në burg. Faleminderit Keti Banushi për të gjitha këto informacione që na përcolle në këtë raportim të drejtë për drejtë.